Prodhimi i mjaltit këtë vit ka shënuar rënje si pasojë e ndryshimeve të shpeshta klimatike dhe lokatjeve të temperaturave, të cilat kanë ndikuar në zhvillimin e bletëve dhe në mbledhjen e nektarit. Bletarët raportojnë ulje të sasisë së mjaltit me 3 deri në 5 kg më pak për koshere, ndërsa kushtet e paqëndrueshme të motit vijojnë të mbeten një sfidë për sektorin. Gjendja si vit ka qenë jo e kënaqshme, kjo është nga ndryshimet klimaterike, hanuatje të temperaturave dhe kjo është e drejtë për së drejti në pjesa e kuotës në bletari, e cila na jep jo nektar të kënaqshëm, edhe pse ka pasur lule të konsiderueshme si vjet jashtëmase. Sa ka qenë mesatarisht prodhimi në një koshere? 8 deri në 12 kg. Më përpara ka qenë 10 deri në 15 kg. Në këtë periudhë vëmendja e bletarëve përqendrohet edhe te përgatitja e koshereve për dimër. Kosturi këshillon që të kryen në kohë trajtimet e nevojshme kundër sëmundjeve dhe parazitëve, në mënyrë që familjet e bletëve të hyjnë në dimërim në gjendje sa më të mirë shëndetësore. Ti mjekojmë sa më mirë për rishrën, për varroan, dhe jemi të kujdesshëm sa më shumë se jemi në pjesën më delikate për bletarin. Nëse nuk e bëjmë purimin të detajuar, në këtë moment që po flasim do e kemi shumë problem në pranverë. Fal kushteve të favorshme klimatike dhe bimësisë së pasur mjaltëdhënëse, qarku Korç mbulon rreth 15% të numrit total të familjeve të bletëve në Shqipëri, rreth 52.000 familje nga 360.000 që kanë në të gjithë Shqipërinë.